Ja, tash ne kemi thënë që ajo pjesa e Skype, ishte niveli i lartë, por ishte edhe një dhuratë shumë e madhe që i lanë autoriteteve. Kështu që zbuluan veten e tyre, rrugët që realizonin, mënyrën se si realizonin trafikimin e lëndës narkotike, të gjitha u kuptuan nga Sky Encrochat. Po pas Sky Encrochat, çfarë përdorin sot? Me çfarë komunikojnë sot? Sot me plumba. Jo. Janë rritur, kërkohen gjithmonë burime komunikimi. Cilat janë ato që përdorin tani? Ato aplikacione që ranë, janë pasuar me aplikacione tjera. Kemi në një aplikacione? Sot nuk e di çfarë përdorin, por si ishte ai aplikacioni i fundit, të cilin foli dhe Dumani apo jo? Matrix. Pendito. Matrix. Është një aplikacion i cili u përdor, nuk është i fundit, është një aplikacion ai ishte paralelisht ai foli dhe paralajmëroi. Janë 2-3 aplikacione në fakt për këtë aplikacion. Janë 2-3 aplikacionet e cilet u përdoren pas Sky ECC dhe Encrochat, e cilet u duken si aplikacionet pathyeshme, por rezultuan që thjesht zbërthimi i tyre dhe pas atë që thot avokati, nxorjen e pa të gjithë vrasje, trafikun e drogës, gjithë krimet pra të cilet bandat shqiptare kanë patur me njëri tjetrin apo në eliminimin e rivaleve të tyre, por me zbërthimin e këtyre aplikacioneve dhe Nuridin Dumani e shpjegonte mjaft mirë paktën përpara autoriteteve italiane, ku i tregonte dhe ku blieshin numrat pra të fshetë në Tiranë për dyqanet e caktuara. Në fillimisht ishin shitur me 2.000 euro pra një numër i skeduar le të themi, me pas kishte patur një ulje të çmimit sipas dëshmisë së Nuridin Dumani deri në 1.400 euro, ku ishin numra sekret le të themi dhe përdoreshin për komunikime sekrete për shkak të trafikut të drogës. Aplikacioni Matrix është edhe aplikacioni Ghost, janë 2 aplikacionet e cilet Ministria e Brendshme përpara një viti kërkoi të paktën dhe autoriteteve ligjzbatuese në Bruxelles dhe në Lyon, ku kërkuan zbërthimin e këtyre aplikacioneve me shpresën, le të themi që të jetë një aset tjetër i shtuar prokurisë së posaçme SPAK-ut për zbërthimin e grupeve kriminale ose le të themi aktiviteteve kriminale pas përdorimit të Sky ECC. Aplikacioni që përdoret sot, hesht dhe mos fol shumë në takimet kokë në kokë. Kjo është aplikacioni më i saktë që përdoret. Edhe Telegram vazhdon të përdoret. Përdoret Telegram. Splet njeri, sot pas Telegram asnjë gjysë ose përthyes Encro dhe Sky nuk flasin asnjë. Gjitha tani takimet bëhen kokë në kokë, bisedat bëhen kokë në kokë. Mund të ketë përgjigje ambientale. Pa praninë e jo, përgjigje ambientale ja kanë gjetë metodën, edhe përgjigje ambientale ata. E heqin kështu ka përdorin bllokues valësh. Kanë bllokues valësh, i kanë gjitha mjetet e nevojshme, por metoda më mirë, aplikacioni më i mirë është që hesht dhe fol me kontroll.